Parlamenti Evropian ka publikuar draft rezolutën për Shqipërinë 2025. Draft raporti vlerëson progresin e shpejt në negociatat e antarësimit dhe hapjen e të gjithë grup kapitujve brenda 13 muajve. Mëtej tekson se objektivi për mbylljen e negociatave deri në vitin 2027 është i arritshëm, por kërkon zbatim të plotë dhe të pakthyeshëm të reformave, veçanërisht në shtetin e së drejtës, luftën kundër korrupsionit, zgjedhjet dhe lirinë e medias. Duke qenë se forcimi i institucioneve demokratike, pavarësia e gjyqësorit, lufta kundër korrupsionit, liria e medias dhe të drejtat themelore mbeten thelbësore për rrugëtimin e Shqipërisë drejt antarësimit, thekson Parlamenti Evropian. Pavarësisht arritjeve, Shqipëria akoma përballet me sfida të ndryshme, si për shembull kapërcimi i polarizimit të brendshëm politik dhe përmirësimi i kulturës politike, duke forcuar ligjet dhe duke konsoliduar reformat e antikorrupsionit. Raporti i këtij viti vendos fokusin në reformat social-ekonomike dhe nënvizon rëndësinë e dialogut social për të arritur rezultat, thuhet në raport. Ndërkohë, raporti vlerëson progresin e Shqipërisë drejt antarësimit në BE dhe përfshin reagimin e Parlamentit ndaj raportit të zgjerimit të vitit 2025. Shqipëria, vend kandidat që nga viti 2014 ka nisur negociatat në korrik 2022 dhe ka hapur të gjithë grup kapitujt deri në nëntor 2025 për të arritur objektivin e antarësimit deri në fund të dekadës. Zbatimi efektiv i reformave do të jetë thelbësor. Me gjithë progresin, sfidë mbetet polarizimi politik, forcimi i shtetit të së drejtës dhe konsolidimi i reformave kundër korrupsionit.